Dëshprim nërgjimtari. Kur kthehesh i plakur në aeroportin e tokës mam dhe nuk të pret askush, e kupton se je vetëm në këtë botë. Prindrit që i le të rinj kanë vdekur çmoti, vëllezërit e motrat janë plakur gjithashtu. Merr një taksi që të bën një intervistë kronologjike në vite dhe të tregon gjithë hallet e tij. Mbërri në shtëpinë tënde të braktisur, të pluhrosur, të harruar nga të gjithë. Merr telefonin të thërret ndonjë mik e ku nuk përgjigjen, ti nuk e din a kanë vdekur apo Alzheimer i ka shndruar në trupa pa kujtime. E mbasi disa prej tyre kanë lënë shtrat në tokat e huaja. Kur kthehesh plak në tokën tënde, e kupton sa shumë gjëra do t'i kishe ndryshuar në jetë. Kam kënaqësinë që këtu afër vetes kam Vjollca Bajraj, me të cilën do të realizojmë një intervistë për diasporën. Përshëndetje Zona Vjollca, faleminderit shumë edhe një herë që ndave një pjesë të kohës së pushimeve edhe për ne. Përshëndetje edhe për juve, përshëndetje për shikues, e jam falënderuese që më keni ftuar. Kur keni ardhur këtu edhe qysh po ndihesh në Kosovë? Unë në Kosovë kam ardhur po thuj që 5 javë, dhe në Kosovë gjithmonë ndihem mirë, jo veç unë, po besoj që çdo nërgjimtar kur vjen në Kosovë është tjetër ndjenjë, është vendi ku na i kemi rënjet e tona, edhe ku çdo send i vogël për neve është shumë e madhe. Ka një dëshirë shumë e madhe për të kthyer, për të ndjer ato mallin, dashurinë që ke për vendin tënd. Gjithmonë, megjithse ne që jemi jashtë kemi një jetë cilën e kemi kriju me vite, edhe ndonjëherë sa do shumë që ti ke qef më kthy, nuk je një studente i cili e merr një çantë dhe kthehet në Kosovë. Domethënë, duhet mi bo shumë plane që ne për mu shkput për emergimit edhe për mu kthy në Kosovë, po dashuria për Kosovën pavarësisht sa mirë i ke punë jashtë, sa mirë të shkon në jashtë, sa i bukur është një vend ku ti je, dashuria dhe ndjenja që ta jep qëndrimi në Kosovë nuk krahasohet me asgjë. Zonja Vjollca, të flasim pak edhe për periudhën ndoshta kur keni marrë vendimin me u largu nga Kosova. Çush ka qenë për juve dhe si e keni marrë këtë vendim? Shkumja jone nga Kosova ka qenë, mund me thonë, pak më njerëzore se refugjatëve tjerë, se unë jam bashkëshortja e Xhevdet Bajrës, i cili është një poet i njohur internacionalisht, edhe para 27 vite ne kemi shku me Xhevdetin, ka qenë një thirrje, një bursë që ja kanë dhënë Xhevdetit Parlamenti Internacional i Shkrimtarëve, dhe kemi shku për një qëndrim 3 vjetor në Meksik. Domethënë shkumja jonë ka qenë shumë e lehtë, na ka prit shtëpia, na ka prit bursa, nuk jemi ballafaqur me gjana me të cilat ballafaqohen refugjat. Mirë po, pas qëndrimit 3 vjetor, jemi kthy në Kosovë, kemi pa që Kosova pas luftës ka mbet ende shumë me shkatrume, ka pas shumë për të dëshiruar për sistemin e arsimimit, për plot gjana tjera, edhe më shumë për fëmijë, jemi kthy që edhe disa vite të vazhdojmë në Meksik. Po, si shumë mërgjimtar tjerë, viti e ka sjell vitin tjetër edhe ne kemi përfunduar në Meksik tash e 27 vite. Ju e përmendet pak që ka qenë më e lehtë për juve për sa i përket keni pas bursa e një jetesë pak më të mirë se sa refugjatët të tjerë që kanë qenë, po sa ka qenë e lehtë ndoshta me u përshtat me kulturën, me traditat atje, me njerëzit. A ka qenë e lehtë për juve? Jo, nuk ka qenë e lehtë. Me gjithë lehtësitë që i përmenda në atë qëndrimit edhe lehtësitë ekonomike, përshtatja në kulturën e një vendi i cili është krejtësisht ndryshe prej vendit ku ti rrit, nuk është as pak e lehtë. Pastaj na kemi shku në Meksik pa folur asnjë fjalë spanjisht. Domethënë ballafaqime me një gjuhë që ne nuk e kemi njoft fare, ballafaqime me një kulturë që e kemi njoft shumë pak nëpërmes të ndonjë telenovele që ka qenë kohëve të fundit në atë kohë. Mirë po, Meksika është një vend që të ofron shumë. Populli meksikan është prej vetvetes një popull shumë i dashur, shumë empatik, një popull që është në gjendje me një të huaj
ndoshta të qaj bashkë me të për dhimbjet që i ka tjetri. Prandaj kjo pjesë na ka ndihmuar shumë, jashtëzakonisht shumë, për me pas një qëndrim më të lehtë edhe për mu adaptu pak më lehtë në Meksik, me një vend që ka qenë i panjoftun, që nuk ka qenë shumë e zakonshme që të shkojnë refugjat në Meksik, për shembull, që nuk kemi pas asnjë shqiptar në Meksik, nuk ka domethënë komunitet shqiptar. Kohëve të fundit ne kemi takuar një 6-7 veta nga Shqipëria, po nuk kemi takuar ndonjë kosovar, po ne me kalimin e kohës e kemi formuar rrethin ton, nevojat shtin më shpejt me mësu gjuhën, me ju adaptu kulturës, edhe ne kemi vazhdu, kam fillu me punu, fëmijët në shkolla, Gjevdeti ka fillu në universitet si profesor, edhe do më thonë kemi përparu shumë mirë, jashtëzakonisht mirë, nëse përmendim këtë pjesë, po gjithmonë mungesa jonë dashuria për Kosovën ka qenë ndoshta më e madhe. Përsa edhe ai malli për të dëgjuar dikë duke folë shqip. Sigurisht, jashtëzakonisht shumë. Se derisa refugjat në Evropë dhe në SBA, në Kanadë, kanë komunitetet e veta, festat e veta i bëjnë bashkë, rrinë bashkë, takohen, i kanë takimet e tyre, ose ndonjëherë duke ecë rrugës e dëgjon dikë të folë shqip. Për neve kjo ka qenë e pamundun, kjo ka qenë një faktor mjaft i vështirë për neve për qëndrimin tonë në Meksik. Po a ka qenë e vështirë ruajtja e gjuhës shqipe edhe tek fëmijët në atë kohë, apo a kanë qenë edhe vizita të shpeshta në Kosovë? Në Kosovë në fillim nuk kemi ardhur 3 vite, pastaj kemi tentuar të marrë çdo vit. Ruajtja e gjuhës ka qenë mjaft e vështirë, se fëmijët vetmin me kon kanë folë shqip, kemi qenë në familje, edhe duhet marrë parasysh që unë kam punu prej fillimit, një pjesë të madhe të kohës e kam kalu jashtë. Gjevdeti o marrë shumë me shkrime, me lexim, do më thonë fjalorit cilin e kemi përdorur në shtëpi ka qenë mjaft i vogël. Loriku, djali i vogël, ka shku me 4 vite, kur kemi mrina ai ka pas 4 vjet, edhe do më thonë fjalorit i ka qenë mjaft i vogël në Shqip. Djali i madh Genti i ka pas 12 vjet, Genti asnjëherë nuk ka pas probleme në Shqip, sa i do më thonë ka lexu Shqip, ka folë me miq shqip, me familjar. Loriku më vonë duke u rritë ka përmirësu shumë Shqipën, po në fillim ka pas pak vështirësi. Cilat kanë qenë ato gjëra që ju kanë mungu mas shumëte nga Kosova? Mas shumëte më ka mungu me ndi dikon Shqip, me ndëgju dikon të këndu Shqip, nështë në rrugë, të i shprej dashuri dikujt Shqip, nështë edhe të i shash Shqip. Nështë edhe atëherë keni pas ma të limitu me kontaktin, me njerës, këtu në Kosovë, me dëgju edhe lajme prej Kosovës. Sepse në kohën kur kemi shkuna në vitin 1999, dhe më thonë, nuk ka qenë aq i lehtë komunikimi, teknologjia nuk ka qenë në nivelin që e kemi sot, nuk kemi pas mundësinë me komuniku me telefon, ose me WhatsApp, ose gjitha këto kanë qenë jo në atë kohë, edhe ne krejt që ka kemi mujtë me komuniku ka qenë me komuniku 5 minuta ndoshta me një kartel që ne kemi ble dhe kemi fut në një telefon të rrugës, edhe ndoshta në momentin e fundit ende pa e përfundu bisedën o ndalë. Kur i mendon gjitha këto sfida që keni kaluar, a mendoni që do e kishte bërë edhe një herë të njëjtën gjë me shku në Meksik? Nuk e dija kisha bo, po sikur kishë qenë pa tjetër me shku dikon, sikur të kisha qenë e obligume me shku refugjat dikon, unë, po gjithë familja ime prap do ta kishim zgjedhë Meksikën. Se Meksika na ka ofruar shumë, edhe Meksika është një vend që ka shumë gjëra të mira, me gjithë imazhin që ka në botë, muj me thonë të keq, si vendi rrezikshëm, si vendi narkotrafikut. Shumica e njerëzve nuk e dinë që me jetu në Meksik është një bekim, me jetu në Meksik me u përballu me gjanat e përditshme, me ushqimin meksikan, me muzikën e Meksikës, me njerëzit, me kulturën e Meksikës, e pasuron mjaft shumë jetën tënde. Nëse ti nuk je person që përzihesh me narkotrafikun, me ato qarqet që janë të rrezikshme, ti mund të jetosh një jetë shumë bukur në Meksikë.
Qysh është sot raporti me Kosovën? Sa shpesh veni, vizitani, sa ju lidh puna, ndoshta këtu? Unë vim mjaft shpesh. Gjevdeti tashti fatkeqësisht ka bu 4 vjet që ka vdek. Edhe pasi ka vdek Gjevdeti, unë vim ma shpesh. Gjevdeti është i varrosur në Meksik, në Kosovë. Edhe gjithmonë për vjetoret e tij ne vim në qershor. Mandej unë tentoj me ardhë edhe 2 ose 3 herë tjera, se tashti kam edhe diçka që më lidh edhe më shumë me Kosovën, do të thënë është varri i Gjevdetit, edhe unë kam familje mjaft këtu. Tash vetmia jem është më e madhe atje edhe kam më shumë arsye për me ardhur në Kosovë. A e mendoni kthimin tënd në Kosovë? Po, gjithsesi. Planet janë, siç thash më herët, mbase nuk muj mi bu planet për 1 vjet, sepse unë kam një punë atje. Nuk më mirë planet e mia për me marrë një çantë dhe më kthy. Mirë po gjithë këto vite, sidomos këto 4 vitet e fundit, unë jam të planifiku gjanat në atë mënyrë që unë një ditë mund të kthehem edhe vitet e mia të pleqërisë t'i kaloj në Kosovë. Ju keni shkruar edhe një poezi për dëshpërimi i mërgjimtarit, nëse s'gaboj. Po. Apo më tregon pak për atë poezi? Unë kam shkruar poezi ditën që kam rrinë në aeroportin tash herën e fundit kur kam rrinë në Prishtinë. Edhe kur kam ardhur vetëm edhe nuk më ka pritur kërkush. Edhe dëshpërimi im ka qenë i madh, jo pse e kam fajsu dikon, se njerëzit i kanë jetat e tyre, ashtu që thash, prindna nuk i kemi. Vllatit edhe motrat janë të plakun që nuk mundën me dalë, më prit mu. Nipat, mbesat, krejt e kanë jetën e vet, asnjëherë nuk fajsoj që nuk del dikush më prit. Po megjithatë dëshpërimi jem ka qenë i madh që unë jam kthy në tokën time dhe dash me marrë një taksi edhe me shku me një shtëpi të braktisur, pluhrosur, të harruar për njerëzve. Edhe kjo ka qenë motivi shumë. Ndërsa edhe jeni mësuar gjithmonë me qenë krah bashkëshortit edhe kjo ka bën ndërsa edhe më emocionale atë pjesën që s'keni pas me kënd. Po, se kur e ke pjesën tjetër, domethënë kur e ke gjysmën tonë dhe kur e ke partnerin, ndoshta nuk e ndin aq shumë mungesën e gjanave tjera për rreth teje, si në këtë rast që unë kam di që nuk ka dalë askush më prit, po kur të shkon gjysma jote, kur prishet një ndamje e fortë emocionale, atëherë perceptimi i botës është ndryshe, edhe të gjitha gjana tjera ti percepton ndryshe, e percepton lidhjen me familjar, lidhjen me tokën tonë dhe lidhjen me njerëz, e sheh në një mënyrë tjetër. Pa mendon që është ftoftë ndoshta edhe raporti mes njerëzve në Kosovë, apo ende qëndron i njëjti ngrohtë, se na kur vinë edhe bashkëdhetar prej vendeve të ndryshme të botës, ne kemi një farë ngrohtësie që i presim, apo mendon që ka ndryshuar apo është e njëjta? Po ka ndryshuar veç në Kosovë, po në botë, raportin mes njerëzve ka ndryshuar, këtë e ka bërë zhvillimi i botës, zhvillimi i teknologjisë, ka bërë këtë zbrazti mes lidhjeve mes njerëzve, natyrisht që edhe në Kosovë, si në gjitha vendet tjera, të shti natyrisht që ajo lidhja ekziston mes familjarëve e krejt, po asnjëherë nuk është si përpara, për shembull kur ti ke ardhur dhe kur në shtëpi tonë kanë ardhur 10-15 veta, kanë ardhur nipa, mbesa, motra, vllazën, më nuk ekziston ajo formë, edhe ti duhesh thjesht me pranu që shkon në shtëpi tonë edhe e vazhdon jetën tonë dhe me jetu. Ndërsa qëndron edhe ky fakti që ma herët ka punu veç një antar në familje, tjerë që kanë të gjithë në shtëpi, tash shumica e familjeve punojnë të gjithë, që me mujt mja dalë, e ndërsa edhe kjo pak koha që na mbetet. Po, unë gjithmonë mundohem me thonë këtë pjesë, me kuptu se ne vim pushim, ne nga mërmimi vim pushim, po ju që jeni këtu në Kosovë, ju jeni në përditshmëri, jeni në punë t'juja, ju nuk jeni në pushim. Do më thonë, asnjëherë nuk mundem unë me kërku, tash pse unë i kam 30 ditë pushim që një vllau si një motër e jemja, se ma kushtoj mu 30 ditë, sepse ata e kanë vazhdimsinë e jetës tyne. Po pavarësisht ajo dhem se ti unë e kaloj oqeanin edhe vi me kalu ditë me njerëz të mi, që nuk do thotë që nuk kaloj, po jo aq sa unë kisha dashur. Cila është pjesa më e dhëmshme që e keni shkruar në poezi edhe që të vret, ndoshta, edhe që është më e vërteta? Ndoshta pjesa fundit, ku unë them, kur njeriu kthehet i plakur në tokën e vet, atëherë kupton sa shumë gjëra do t'i kishte ndryshuar në jetë. Se
e kalumja nuk mundet më ndryshu, asnjëherë, edhe ti e sheh që ndoshta të kishe qenë edhe njëherë në atë pikën kur ti e nis, ndoshta i kishe bërë në ndryshime që jeta jote kishte qenë ndryshe. Zona Vjollca, cili kish me qenë edhe një mesazh që kishe dashur me përcjell për të gjithë të rinjt, ndoshta që ende po e zgjedhin rrugën e mërgimit, sado që ne i bëjmë intervista me mërgjimtar, tregojnë dashurinë për vendlindjen, po ka të rinj ende që po e zgjedhin këtë rrugë. Mesazhi im për të rinjt kish me qenë që pavarësisht që ata a kanë dëshirë me shku jashtë apo me ndajnë në Kosovë, që gjithmonë me ndjek ëndrrën e tyne. Asnjëherë nuk është vonë për me ndjek ëndrrat. Nëse ai ka qef me dalë jashtë, mund ta ndjek atë ëndër, nëse dëshpërohet atje, mund të kthehet. Asnjëherë të mos ndalen, të mos dorëzohen. Në Kosovë apo jashtë saj, po gjithmonë të tentojnë mi realizu ëndrat e tyne. Asnjëherë nuk është vonë për ëndra. Po ju sa herë vini në Kosovë, a keni pa ndryshimet në Kosovë dhe të duken që janë duke u bërë ndryshime për mirë edhe për një vend që mundesh me jetu? Po, unë mendoj që ka mjaft ndryshime pozitive në Kosovë, ka dhe gjana të cilat nuk më pëlqejnë, po thash këto ndryshime janë në botë, do më thonë ka gjana të cilat relacioni, lidhja mes njerëzve është tjetër, është ftofë, po ka gjana tjera të cilat Kosova ka përparu shumë dhe që ka gjana të bukura dhe që mundet më krahasu me vende evropiane ose me vende tjera. Cilat janë ushqimet më të preferuar që kur vini në Kosovë keni dëshirë gjithmonë me i provu? Unë personalisht kam dëshirë shumë pite, se nuk jam shumë e mirë me bu pite, edhe sarma, këto dyja i kam preferuar. Zone Vjollca, unë falenderoj shumë që të gjete kohë edhe me ndosa do pak një rrëfim tjetës tënde personale. Për mua ishte kënaqësi e veçantë që pranova me qenë pjesë e jona e këtij emisionit veror që po e ndajmë disa hapësira dhe për diasporën tonë. Gjithashtu kënaqësi shumë e madhe për mua, me qenë me juve, me qenë në emisionin e juaj dhe me mujt me shpreh pak ndjenjen e një mërgjimtari kur është i kthyer në Kosovë. Faleminderit shumë. Faleminderit gjithashtu.